Triumfi në Bratislav në kuadër të play-offit për kampionatin botëror 2026, ku Slovakia u njoh me futbollistët e rangut botëror nga Kosova, përbën një moment dhe sukses historik për vendin tonë. Në fund të nëntorit, i ndom 250.000 euro me rastin e sigurimit të play-offit, e po atë ditë u zotuam se do të ndajmë 500.000 euro të tjera në rast të fitores ndaj Slovakisë. Ky zotim do të jetësohet sot, por dua që kjo të mos mbaroj këtu. Uroj fort që djemtë tonë shembullor, të cilët pata kënaqësinë të takojmë brëm, të fitojnë finalen e madhe të play-offit dhe të shkruajnë emrin e tyre në historinë e futbollit Kosovës si të parët të cilët e jetësojnë ëndrrën e botërorit. Kualifikimin e Kupën e Botës do ta kuptojmë sonte shënimin e 10 vjetorit të pranimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA. Një fitore nesër, po ashtu do të përbënte një arsye për të mbledhur sërish ne këtu. Në rast kualifikimi në Kupën e Botës, do të ndajmë edhe 1 milion euro të tjera për përfaqësuesën tonë në futboll. E ngjajshëm, sikurse ishim zotuar vitin e kaluar për shpërblimet në rast fitores ndaj Slovakisë e në rast kualifikimi, po zotohemi sot se nëse shkojmë tutje dhe kualifikohemi, do të ketë shpërblime që nuk ma merr mendja, për sukseset që do të pasojnë në kampionatin botëror i cili do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar kolegë, sot në rendite po ashtu kemi propozim vendimin për miratimin e dhënies së pagës së 13 për punonjësit që marrin pagë nga buxheti i Republikës Kosovës. Kësaj përveç se përmbushim edhe një zotim të dhënë, si qeveri krijojmë edhe një standard të ri. Miratimi i buxhetit rekord në vlerë 4 miliardë euro dhe tani jetësimi i pagës së 13 përbëjnë 2 nga 5 vendimet që i kemi veçuar për nisjen e këtij mandati të ri qeverisë. I treti, projekt ligji për çmimet tavan, për të cilën ka nisur puna më njëherë pas formimit të qeverisë së re, pritet të jetësohet së shpejti. Po punojmë për ndryshimet e nevojshme në ligj, për heqjen e kufizimit, për punësim për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që marrin beneficion dhe po përgatitim edhe për vendimin e 5, miratimin e pakus për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion eurosh. Ligji për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, pa fije dyshimi përbën një nga zotimet tona më të rëndësishme në fushën e drejtësisë. Atë do ta miratojmë përsëri sot. Angazhimit tonë të madh për jetësimin e byros, fatkeqësisht ish pushtetarët ju përgjigjen me kundërshtim e zellë të paimagjinueshëm. Jemi sfiduar, por nuk jemi ndalur e as nuk do të ndalemi. Do ta jetësojmë byron përkundër atyre që motivet e vërteta i fshehin prapa ankesave në gjykatën kushtetuese. Dhe në fund, para se të kalojmë te rendi i ditës për mbledhjen e sotme, kemi një lajm shumë të mirë nga Orkestra e Fëmijëve dhe Trive Amadeus, të cilët fituan çmimin kryesor Grand Prix dhe vendin e parë në festivalin ndërkombëtar Spring Symphonies 2026 në Spanjë. Siç e dini, në mbledhjen e parafundit me 19 mars, ne e mbështetëm këtë orkestër, urime atyre dhe të gjithë neve. Gjithashtu, në rendite e kemi dhe projekt ligjin për banim social dhe të përballueshëm, zotim i cili është veçse në realizim e sipër.